Kush ishte ai që i bëri mbretërit të përulen? Kush ishte ai që i bëri qytetet të dridheshin nën peshën e Floririt? Një njeri që kur kalonte rrugëve të botës, la pas vetës një legjend që sfidon edhe kohën. Emri i tij nuk përmendet shpesh në përlibrat e shkollës, por pasuria e tij ishte aq e madhe sa historia u detyrua ta shkruaj me shkronja të arta. Para se të nisim këtë udhëtim magjepsës në përhistorinë e njeriut më të pasur që ka jetuar ndonjëherë, mos harroni të pëlqeni këtë video nëse ju pëlqen historia dhe misteri, dhe abonohuni në kanalin Histori Epike për të mos humbur asnjë rrëfim të tillë që sfidon imagjinatën dhe kohën. Më besoni, atë që do ta dëgjoni sot nuk do të harroni lehtë. Ky është tregimi i Mansa Musës, njeriut më të pasur që ka shkelur ndonjëherë në këtë planet. Mansa Musa ishte perandori i madh i Malit, një mbretëri afrikane që lulëzoi në shekullin e 14 dhe që shtrihej në një territor aq të madh, sa përfshinte vende të sotme si Mali, Senegali, Guinea, Bregu i Fildisht, Nigeria dhe më gjërë. Mansa Musa nuk lindi mbret. Ai ishte një fisnik i lartë në oborrin e Malit dhe u bë perandor në një mënyrë thuajse rastësore. Paraardhësi i tij, Mansa Abu Bakr i dytë, kishte një pasion të çuditshëm, detin. Thuhet se ai u larguan nga perandoria me një flotë të tërë anijesh për të zbuluar se çfarë ndodhej matan oqeanit Atlantik dhe nuk u kthye kurrë. Kështu, Musa si zëvendësues i emëruar u bë perandor. Një njeri që u gjend papritur në krye të një perandorie të pasur dhe që do ta kthente në një legjend. Por çfarë bëri Mansa Musën të hyjë në histori si njeriu më i pasur që ka jetuar ndonjëherë? Për ta kuptuar këtë, duhet të udhëtojmë në vitin 1324. Mansa Musa nisi një udhëtim historik drejt qytetit të shenjtë të Mekës. Ky nuk ishte një udhëtim i zakonshëm fetar. Ishte një karavan që sfidoi çdo imagjinat njerëzore. Ai udhëtoi me 60.000 njerëz. Midis tyre kishte ushtar, shërbëtor, muzikant, sklever, gra e fëmijë, dhe mbi të gjitha, Flori. Çdo shërbëtor barte me vete shkopin të gjatë prej arit të pastër. 80 deve në karavan bartnin secila nga 135 kg Flori. Meka e shekullit të 14 u trondit. Në çdo qytet ku kalonte, Musa shpërndante Flori aq shumë sa që shkaktoi inflacion. Po, keni dëgjuar mirë. Në Kairo, qyteti ra në krizë ekonomike për më shumë se 10 vjet, vetëm sepse ai e hodhi Floririn si të ishte rër. Musa nuk ishte thjesht një njeri i pasur, ai ishte një vizionar. Në drejtimin e tij, Timbuktu, një qytet i vogël në perandorinë e Malit, u kthye në qendër të dijes, filozofisë dhe arkitekturës. Ai ndërtoi universitete, biblioteka dhe xhami madhështore, disa prej të cilave qëndrojnë edhe sot, si dëshmi e përjetshme e lavdisë së tij. Gjatë rrugës së kthimit nga Meka, Musa nuk u kthye vetëm me përvoja shpirtërore, por edhe me arkitekt, dietar dhe mjeshtër ndërtimi nga Egjipti dhe Arabia. Një nga më të njohurit ishte Abu Ishaq es Sahili, një arkitekt andaluzian që Musa e solli në Timbuktu. Në mbikëqyrjen e tij u ndërtuan xhamit më madhështore të kohës, si Xhamia e Xhen, e cila sot njihet si ndërtesa më e madhe prej balte në botë. Jo nuk ishte thjesht arkitekturë,
ishte një manifestim i pushtetit, besimit dhe ndikimit kulturor që Musa kishte sjell në perandori. Nën Musën, Timbuktu nuk ishte thjesht një qytet, ishte kryeqytet i dijes në Afrikën subsahariane. Universiteti i Sonkorës, i themeluar dhe i zhvilluar gjatë sundimit të tij, tërhiqte student dhe dietar nga gjithë bota islame, nga Maroku, Egjipti e deri në Persi. Në epokën kur shumica e Evropës ishte ende nën errësirën e mesjetës, Timbuktu ruante qindra mijëra libra, dorëshkrime dhe traktate shkencore. Ishte një thesar kulturor që sot vetëm pjesërisht është zbuluar nga studiuesit. Madje edhe Evropa e kishte marrë vesh për Musën. Në hartën katalanase të vitit 1375, një nga më të famshmet e kohës, Mansa Musa paraqitet në fronin e tij, duke mbajtur një copë flori në dorë me mbishkrimin: "Ky është mbreti më i pasur që mbretëron në vendin e Arit." Për Evropën, Mali ishte një tokë mitike, si një Eldorado afrikane. Musa e kishte vendosur Afrikën në imagjinatën gjeopolitike të botës, jo thjesht si një tokë primitive, por si një fuqi e vërtet ekonomike dhe kulturore. Thuhet se në kulmin e tij Mansa Musa kontrollonte pothuajse gjysmën e furnizimeve botërore të Arit. A mund ta imagjinoni këtë në një botë ku nuk kishte bankë botërore, ku nuk kishte dollar amerikan apo euro? Ai zotronte vetë thesarin e globit. Por ja ku vjen pyetja më e thellë. A ishte vërtet pasuria ajo që e bëri Musën të pavdekshëm, apo ishte trashëgimia që la pas? Në një kohë ku perandorit ngriteshin dhe binin si valët e detit, Musa ndërtoi një vizion që sfidoi kohën. Ai nuk la pas thjesht ar, ai la dieni, ai la kultur. Ai e vendosi Afrikën në hartën botërore në një mënyrë që bota perëndimore nuk ishte parë ndonjëherë. Për ta kuptuar madhështinë e pasurisë së tij, krahasojeni me njerëzit më të pasur të sotëm: Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault. Edhe nëse bashkoni pasurinë e tyre, ende nuk arrin vlerën që historia ja atribuon Mansa Musës. Vlerësimet e sotme thonë se pasuria e tij do të kalonte 400 miliard dollar, por në të vërtetë ishte e pallogaritshme. Pra, kush ishte ai? Një mbret, një legjend, një mit i gjallë. Ai ishte më shumë se kaq. Ishte simboli i një fuqie që rrallë parë në histori, jo thjesht për nga pasuria, por për nga ndikimi. Thuhet se Mansa Musa vdiq rreth vitit 1337, por vdekja e tij nuk e zbehu shkëlqimin e emrit të tij. Trashëgimia që la pas nuk ishte vetëm pasuria, ishte një brez i tërë ndërtimesh, institucione edukimi dhe një reputacion që do t'i mbijetonte kohës. Fatkeqësisht, pasardhësit e tij nuk arritën ta mbajnë të gjallë perandorinë si ai, por edhe sot shumë shekuj më vonë, historia i rikthehet një emri: Mansa Musa, një simbol i asaj që ndodh kur pasuria, dienia dhe vizioni bashkohen në një njeri të vetëm. Emri i tij është Mansa Musa. Dhe historia do të vazhdoj ta përmend sa herë që bota të pyes kush ishte njeriu më i pasur që ka jetuar ndonjëherë. Nëse arritët deri këtu, faleminderit që u bët pjesë e këtij udhëtimi të jashtëzakonshëm nëpër pasuri, pushtet dhe histori. Tani dua të dëgjoj mendimin tuaj. A mendoni se Mansa Musa ishte vërtet njeriu më i pasur që ka jetuar ndonjëherë? Shkruani mendimin tuaj në komente, mezi pres të bisedojmë për këtë figurë epike. Dhe nëse se keni bërë ende, abonohuni për më shumë histori që nuk i gjeni askund tjetër.